Përshëndetje dhe mirë se vini në War Update, do t'jeni me mua Sali Doçen për gjatë minutave në vijim për të parë zhvillimet kryesore sa i përket betejës intensive në Europën lindore mes Ukrainës dhe Rusisë në atë që është kthyer në konfliktin më vdekjeprurës në kontinentin tonë që prej luftës së dytë botërore. Rusia ka vijuar me bombardimet e saj në Ukrainë, duke lënë të vrarë këtë të shtunë të paktën 20 civil, sipas asaj që kanë deklaruar shërbimet e emergjencës së Ukrainës. Disa pamje publikuar në rrjetin social X tregojnë forcat të cilat janë pjesë e Kievit që po ndihmojnë civilët e pafajshëm në zonat e prekura. Bombardimet e kryera pikërisht nga Rusia kanë shënjestruar rajonin e Donetskut dhe gjithashtu edhe qytetin Harkiv, janë 20 viktima, ku mes tyre 5 fëmijë, ndërsa të paktën 37 persona të tjerë kanë mbetur të plagosur. Sipas këtij bombardimi janë shkatruar tërësisht 8 ndërtesa banimi dhe janë dëmtuar më shumë se 30 automjete. Forcat ajrore të Kievit kanë deklaruar se Rusia ka sulmuar vendin e tyre me 3 raketa balistike Iskander si dhe 145 dron ushtarak. Forcat të Kievit deklaruan se ushtria rrëzoi njërin prej këtyre raketave balistike si dhe 79 dron, ndërsa shtuan se 54 dron të tjerë nuk e arritën objektivin e tyre për shkak të devijimit elektronik. Në një status në rrjetin social X, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shkroi se kjo është një tjetër dëshmi e terrorit rus, ndërsa shtoi se duhen sanksione që të shembin gjithçka që po ndihmon Vladimir Putin që të vijojë me këtë luftë. Ndër të tjera, Volodymyr Zelensky reagoi vetëm disa minuta më parë për treguar marrëdhëniet e vendit të tij me Mbretërinë e Bashkuar, duke falenderuar diplomatët londinez për gjithçka që kanë bërë në vendin e tij. Ndërkohë, ndër të tjera, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka zbuluar se kush do të marrë pjesë në negociatat që do të mbahen në Arabinë Saudite pikërisht ditën e hënë, duke konfirmuar kështu se do të jetë ministri i jashtëm, ministri i mbrojtjes dhe zëdhënësi i presidencës ukrainase që do të jenë në këtë takim, ndërsa ai ka thënë se do të ketë vetëm një takim me princin e kurorës dhe nuk do të marrë pjesë në këtë rrugë të negociatave. Është një takim mes delegacioneve amerikane dhe ukrainase për të dhënë fund konfliktit pikërisht në Europën lindore, i pari takim mes delegacioneve pas një takimi të mbajtur fundjavën e shkuar mes Donald Trump dhe Volodymyr Zelenskit në Shtëpinë e Bardhë, një takim i cili u kthye në kryefjalë të mediave ndërkombëtare për shkak të tensioneve të shumta dhe për shkak të akuzave të ndërsjellta të palëve, duke nxjerrë kështu Volodymyr Zelenskin në një pozitë jo të favorshme që solli më pas veprimin e Washingtonit për ndalimin e ndihmës ushtarake dhe ndalimin e shpërndarjes së informacioneve të inteligjencës së Washingtonit, që ka dëshmuar se përgjatë ditëve të fundit ka dhënë efektin e saj pasi trupat Ukrainas nuk kanë më pamje satelitore nga kompania Maxar, e cila ju ofronte atyre pamje në kohë reale satelitore për të treguar se ku ndodheshin trupat e ushtrisë ruse në frontin e betejës. Statusi i presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, siç e theksova, ka shërbyer për të konfirmuar se kush do të jenë personat të cilët do të marrin pjesë në këto negociata. Donald Trump e ka bërë të qartë se përgjatë këtyre negociatave synojnë që të ketë një armë pushim direkt në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Ndërkohë, mediat ndërkombëtare, duke cituar burime të afërta pranë Shtëpisë së Bardhë, kanë deklaruar se në këtë armë pushim sigurisht që do të ndaleshin gjithçka në vijat aktuale të frontit. Një analizë e sjellë nga media britanike The Telegraph ka treguar më shumë për qytetin e Khersonit, një qytet i cili u pushtua pikërisht nga forcat ushtarake të Rusisë në shkurt të vitit 2022, atëherë kur nisi edhe lufta janë këtë pamje, apo është kjo hartë digjitale që tregon në fakt një ndarje në atë çfarë mund ta konsiderojmë ndarjen e dikurshme të Gjermanisë si muri i madh i Berlinit, por në këtë rast është lumi Dnipro. Sipas raportimeve të Institutit për Studimet e Luftës, trupat ushtarak të Rusisë kontrollojnë rreth 70% të zonës pranë lumit Dnipro dhe Rusia ka vijuar që të shtojë sulmet pikërisht në këtë zonë pas fitores së Donald Trump me qëllimin kryesor për të pasur pjesë të negociatave mbajtjen e këtij territori. Dhe kjo analizë sjell nga The Telegraph ka treguar edhe një herë një ripërsëritje të situatës në Europë sa i përket aspektit territorial. Mediat ndërkombëtare kanë raportuar se në fakt Donald Trump dhe administrata e tij synojnë që të japin fund luftës, duke lejuar Ukrainës që të mos rimarrë dot më mbrapsht territoret e pushtuara nga Rusia, ndërkohë që Pete Hegseth deklaroi në Bruksel se Kievi nuk mund të rikthehet kufive të vitit 2014, ndërsa sa i përket kufive të vitit 2022 është një çështje e cila do duhet të mbetet në diskutim. Donald Trump duket i zemëruar me atë se çfarë Europa ka bërë përgjatë viteve të fundit, jo vetëm për të mbrojtur Ukrainën dhe për të mbajtur këtë përgjegjësi që sipas tij është mbajtur më shumë nga Shtetet e Bashkuara, por gjithashtu në aspektin se çfarë ka bërë për të mbrojtur vete. Një raportim ekskluziv i medias britanike The Telegraph ka treguar se Donald Trump dhe administrata amerikane po shqyrtojnë mundësinë që të zhvendosin trupat ushtarak që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pikërisht në bazat e tyre më të mëdha ushtarake në Gjermani drejt Hungarisë, një aleat i madh ky i Vladimir Putin me Viktor Orban, por njëkohësisht Viktor Orban është edhe një aleat i Donald Trump. Ky lëvizje po bëhet sipas
pas deklaratave që janë bërë nga Washingtoni për treguar se Gjermania duhet bëhet e zonja e vetes për të mbrojtur vetveten dhe Donald Trump kërkon që Bashkimi Evropian të bëjë më shumë punë për të rritur shpenzimet në mbrojtjen e tyre. Janë aktualisht mbi 35.000 trupa ushtarake që ndodhen në bazat ushtarake amerikane që ndodhen janë stacionuara pikërisht në Gjermani aktualisht, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë më shumë se 160.000 trupa ushtarake të shpërndarë në mbar botën si pjesë e misioneve të tyre speciale, por kryesisht në Bashkimin Evropian. Ato lidhen me misionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Aleancën Veri Atlantike NATO, por gjithashtu edhe në lidhje me reagimet të shpejta për operacionet caktuara që mund të jenë në kontinentet të tjera, por sigurisht edhe në kontinentin evropian, nëse do të ketë një kërcënim real pikërisht nga Rusia. Ky lajm i zhvendosjes së trupave sigurisht që pritet të shtojë më tej tensionet mes Brukselit dhe Washingtonit, ndonse asgjë nuk është e konfirmuar zyrtarisht. Ishin këto të gjitha informacionet e fundit përgatitura për këtë hapësirë të War Update. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Së bashku do të shihemi sërish nesër për më të rejat e fundit nga dy konfliktet më të nxehta globale.